Nderuar bashkëqytetar, siç jemi në dieni dhe të mirë informuar për gjithë ecurinë e procesit të reformës territoriale administrative 2.0, jemi në fazën kur Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar njësive vendore dokumentacionin përkatës për raportin e ekspertëve për parametrat e gjithë secilës njësie administrative në territorin e Shqipërisë, gjithashtu dhe relacionin shpjegues të propozuesve pranë kuvendit për bashkitë që shkrihen nga kjo reformë dhe një nga bashkitë që propozohet nga propozuesit në kuvendin e Shqipërisë është dhe Bashkia Dimal. Nëpërmjet këtij podcasti do doja që t'ju sqaroja ku qëndron Bashkia Dimal midis këtyre dy gjetjeve të raportit të ekspertëve të dorëzuar pranë Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale edhe shkaqeve sepse propozuesit e Partisë Socialiste në Komisionin e Posaçëm propozojnë shkrirjen e Bashkisë Dimal me Bashkinë Berat. Jam përpjekur të bëj një pasqyrim të thjeshtë të evidencave dhe kundërshtive midis propozimit të bërë nga Komisioni i Posaçëm dhe kritereve përkatëse të përcaktuara si pragje në raportin e ekspertëve. Pra, ku qëndron Dimali sipas tyre? Si lindi në fakt kjo nevojë? Pse u kalua në një reformë të re territoriale pas 10 vjetësh dhe u gjykua e nevojshme që ka nevojë për një riorganizim të ri, jo vetëm për hartën si kufi territorial, por edhe për dimensionin e funksioneve të njësive vendore dhe qarqeve në territorin tonë. Një nga shkaqet kryesore ishte rënja e popullsisë në shifrat gati 15% me censusin kjo e rezultuar në vitin 2023. Sipas këtij raporti të ekspertëve, kemi një përqendrim të theksuar të popullatës në zona të caktuara si ajo e kryeqytetit dhe zona bregdetare. Gjithashtu u vure që ishte ngushtuar hapësira investive e buxheteve lokale të këtyre njësive vendore dhe shumë funksione që ishin në kompetencë të pushtetit vendor, sipas këtij raporti, nuk ushtroheshin mjaftueshëm nga njësitë vendore, po pa e bërë një analizë të thellë pse ndodh kjo. Gjithashtu, një nga shkaqet që përmendet në raport është fakti që, duke qenë se jemi në fazën për integrimin europian, do të duhet që të zbatojmë gjithë legjislacionin dhe të përfitojmë ne si njësi vendore nga fondet për kohezionin. Prandaj kjo lind të nevojshme që të kemi ridimensionim të ri të njësive vendore. Po ku jemi në këtë proces dhe cilit janë aktorët e këtij procesi? Siç e dim, aktori kryesor është Kuvendi i Shqipërisë, i cili ngriti Komisionin e Posaçëm në vitin e kaluar në korrik të atij viti. Komisioni ndërmori hapat, ngriti grupin e ekspertëve, hartoi Komisionin e Posaçëm. Nga grupi i ekspertëve është hartuar raporti përkatës, i cili i është drejtuar Komisionit të Posaçëm, që do të studionte këtë raport dhe mbi bazën dhe gjetjen e këtij raporti do të bënte propozimet përkatëse në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, Komisioni i Posaçëm ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces, por ajo që është më rëndësishme dhe më kryesore, më e rëndësishme është zëri qytetar, popullsia e prekur nga kjo reformë territoriale, gjithashtu komunitetet pra që jetojnë në këto territore, si edhe institucionet përkatëse, pra përfaqësuesit juridik të njësive vendore, siç është kryetari i bashkisë dhe këshillat bashkiak. Gjithashtu, do të merret mendim sipas relacionit propozues edhe nga këshillat e qarqeve në lidhje me propozimin e shkrirjes, si edhe nga bashkitë që presin apo do të jenë ankorues të bashkive që shkrihen. Gjithë ky proces monitorohet edhe këshillohet dhe nga të huajt. Duhet zbatuar në këtë reformë edhe standardi i Venecias, pra duhet të ketë një transparencë, analizë objektive dhe konsultime efektive. Në fund të këtij procesi, Këshilli i Ministrave do të hartojë gjithë legjislacionin përkatës që do të jetë në përmbyllje të finalizimit të gjithë procesit të hartës territoriale të re administrative në Republikën e Shqipërisë. Procesi mund të kalojë në raste të cënohen standardet apo nuk janë respektuara ligjet dhe nuk është dëgjuar zëri qytetar drejt gjykatës kushtetuese, i cili është instrumenti i fundit. Kush janë 5 kriteret të cilat raporti i ekspertëve i përcakton si kryesore, indekset e tyre, nëse një bashki e caktuar e kalon testin apo jo të qëndrojë si bashki më vete. To janë 5 indekse.
indeksi i parë që quhet indeksi i funksionalitetit të bashkive, i cili është i vetmi kriter që përcakton nëse një bashki është vetë funksionale ose jo, dhe ka disa parametra që e masin këtë, dhe kanë peshën e tyre, gjithë secili prej tyre, është indeksi performancës ekonomike, edhe ky ka treguesit e vetë që edhe këtu kanë menduar ekspertët të jenë 5 tregues, që është produktiviteti, vitaliteti i biznesit, punësimi formal, paga mesatare dhe diversifikimi i biznesit në zonën përkatëse apo njësi vendore përkatëse. Gjithashtu një indeks i rëndësishëm është dhe ai i mbulimit urban, po jo determinant ose kusht për shkrirje. Gjithashtu edhe në rastin e shkrirjeve apo të përzgjedhjes së një njësie vendore si kandidat për konsolidim, do të duheshe që të plotësohej edhe kushti i ankorimit, pra i distancës së njësisë që shkrihet me njësinë ankoruese që në raport kanë vendosur një distancë jo më shumë se 1 orë. Por përveç këtyre kriterëve të 4 që janë të parashtruara në raport, ka edhe një kriter kohezioni ose ndalues, i cili mbron ato njësi vendore që kanë pakica apo kanë kohezion të fortë social-kulturor. Dhe ky e bllokon, është një kriter bllokues që bllokon bashkimin e këtyre njësive me njësi të tjera. Kemi paraqitur në mënyrë të hollësishme peshën e çdo indeksi, të treguesve të indeksit, në mënyrë të qartë nëpërmjet peshës QZ gjithë secili. Edhe vetë shifrat për këto indekse për bashkinë Dimal. Rezulton në total vlera e indeksit të funksionalitetit të bashkive në vlerën 64.9, që konsiderohet një vlerë në nivelin e mesëm dhe funksionale për bashkinë, dhe indeksi i performancën ekonomike për bashkinë Dimal është në vlera 43.7 dhe kjo është një vlerë dhe një parakush shumë i mirë për një njësi vendore që të zhvillojë aty të ardhmen e vet. Indeksi i mbulimit urban është në vlera 43.1 dhe është afër medianës së përcaktuar nga ekspertët. Nëse bëjmë një test, kemi një vazo, 3 vazo, dhe bëjmë një test ku kalojmë të gjitha njësitë vendore që shtrihen në territorin e Republikës së Shqipërisë, vëmë re që Bashkia Dimal e kalon testin. Kemi këtu 8 bashki që plotësojnë kriterin e vetos, pra dhe nuk shkrihen për shkak të kësaj, që mund të mos plotësojnë parametrat e vendosur në relacionin e në raportin e ekspertëve, dhe Bashkia Dimal e renditur e 17-ta për nga parimi i funksionalitetit dhe me gjithë parametrat e tjerë e kalon testin dhe derdhet në këtë vazo e 14-ta. Po bëjmë një paraqitje grafike të situatës apo të pozicionimit të Bashkisë Dimal në grafiqet përkatëse. Po të vëmë re, në indeksin e funksionalitetit ne renditemi të 17 në rang vendi. Pra, në 61 bashki, Bashkia Dimal renditet e 17-ta. Kjo bashki në bashkit e nivelit të mesëm renditet e 2-ta pas lushnjës, sipas ekspertëve që i ndan këto njësi vendore në 3 kategori: njësit e nivelit të parë, nivelit të mesëm edhe të ulët. Gjithashtu renditet e para në qark si tregues për nga funksionaliteti, duke lënë mbrapa në rastin konkret njësinë ankoruese që është Berati. Në lidhje me indeksin e performancës ekonomike, njësia Dimal sipas renditjes renditet e 26-ta në gjithë hartën e territorit të Shqipërisë. Lidhje me renditjen për prodhueshmërinë e produktit për punonjës, ajo renditet e 9-ta në Republikën e Shqipërisë dhe gjithashtu si renditje për këtë indeks renditet e 26-ta. Edhe në këtë parametër, Bashkia Dimal renditet e para në qark, duke lënë mbrapa gjithashtu sërish njësinë ankoruese Beratin. Në lidhje me indeksin tjetër, pra me mbulimin urban, rezulton që Bashkia Dimal të ketë një numër 28.135 banor, pra ka një numër më të lartë se censusi i vitit 2011, pra është ndër të paktat bashki që plotëson kriterin për rritje, pra dhe që ka një numër dhe kriterin e përcaktuar në raport nga ekspertët që thotë që duhet të kesh mbi 20.000 banor, që të konsiderohesh dhe mos të jesh nën pragun e uljes, që ne edhe këtë prag e kalojmë me sukses, dhe renditemi të 31-t në rang
vendi duke mos përfshirë këtu Tiranën. Po të vësh re nga parametrat edhe nga grafiqet përkatës, ajo që është e rëndësishme, ne jemi të renditur të 17-ët për funksionalitet, por për treguesin e hapësirës investive të këtij indeksi, Bashkia Dimal është e 5-ta në Shqipëri e renditur.